Nuk i mujt me ble Xhavelin për FSK-n pa u bo ushtri, marsha e ka folë se për zjarë fiksat, nuk janë, zjarë fiksat nuk janë me përdor Xhavelin, o me fajnë. Po, ku janë? Morë Turqis. Po ku janë? Ja të lutëm, aje kënë, bravo, e të Amerikanë ku janë? Edhe ata vinë tash. Vinë, pra, vinë. Vitin 2018-2020, më pak se 4 milion janë investuar në armatim, në FSK. 2021-2025, 430 milion euro janë investu në armatim. Jenë bo blerin e dronëve, blerin e sistemit amerikanë raketor anti-tank Xhavelin, mira Skydagger 7 dhe 15 fluturake pa pilot, që janë bërë pjesë arsenalit të ushtrisë tonë, dhe jemi në diskutime për blerjen e helikopterëve Black Hawk. Blerje armatime dhe municione nga shumë shtete, pjesë NATO-s, Gjermania, Italia dhe Republika Çeke, dhe nënshkrimi i kontratës për fabrikën e municionit me shtetet të caktuara cilat do të funksionojnë. E kuptoj pjesën elektorale. Vetëm sekond. Besi vetëm pas tek kjo. Bilateral me 15 shtete kena shtuar praninë e diplomacisë ushtarake përmes atashe. E kuptoj pjesën elektorale. Po edhe te e den që jetu fol me një për njerëzve që u konë negociator në planin për këto. Po e din, veç pak. Nuk i mujt me ble Xhavelin për FSK-n pa u bo ushtri, marsha e ka folë se për zjarë fiksat, nuk janë, zjarë fiksat nuk janë me përdor Xhavelin, o me fajnë. Burim. Po kuptan, pse si kene ble pra zjarë fiksave? Po pse, edhe në cilin vit është bo ushtria? Në fillin vit. Jo thuje ti. Ti thuje edhe so ke prit me u ble armatim. Thuje. Ti dush me thonë, so ke nejti me smit. 14 vjetur, 2018. 2021 kemi orë për shtetë. Jo, 2020. Ja, 20 kër kena arom, në ka rëzë. Lës për përfundojnë. Unë jem kom për shtetë dhe me 19 korekt 2019. Me 14 korekt 2018 u bo ushtëria ligje. 6 muaj e ka fut, 6 muaj e ka fut. Jo, bre, burem 2 vjetë. Sot e të negociu të shka që ka me orë mas 4 vjetë. Po, qështë jo. Po, pret, 6 vjetë e ka fut, 6 vjetë e ka. Se s'pebane ligjën për industrinë? Po dash me bo replikë si kuvend. Zotre Aderzonaj, po falenderit që përnet një mundësi edhe neve se... Ma zjartë. Mirë si në vrejtet që jemi edhe në këtë. Edhe po e diskutoni temen që e cila vërtet me gjithë respektin e se cilë isha pjesë. Edhe e kam përjetue, e kam festu, se njësit e mija, hamvite ushtarët e mi e gjithë janë kontrashtum ditën e promovimit të ushtrisë. Si profesionist, Zotre Aderzonaj parimisht, para vitit 2018, a kishë mujt me i ble që të anë të cilat po i përmenë sot, tash në këtë debat, Zotri Bajqinoci. 2019-2020. Tash po thëmë, tash, veç ka dole. Qa dhe 2019 edhe 2020? A bon, nëse mjep një mundësin, unë do të flasë. Më fajl, a të ndërryna të lutën a herë. Kërkoj folën në këtë. Të lutën. Kështu. Me 14 dhjetor 2018 janë votu ligjet në Kuvendin e Kosovës për transformimin apo marrjen e kompetenca ushtarake të Forcës së Sigurisë Kosovës. Viti 2019 ka qenë viti i parë i tranzicionit, bazuar në planin që e potencuam edhe më herët. Dhe hapat e parë, cilët janë marrë, është shkon çështja administrative, çështja e ristrukturimit, strukturimit, emërimit dhe vendosjes së strukturës sipas rekomandimeve dhe ligjeve të reja të Kuvendit Kosovës. Dhe natyrisht, para kësaj, ka pas tendenca, ka pas kërkesa edhe për blerët armatimit, edhe për blerët municioneve, edhe për blerët pajisjeve caktuara. Janë negociu shumë herë këto çështje, mirë po ka pas kufizime. Dhe ne duhet të nisim nga faktet, jo nga aspektet e dëshirave. Të njëjtit njerëz ishin në FSK. E njëjta strukturë drejtuese e cila dhe për i blen tani këto gjëra. Pse? Sepse ka marrë kompetencë. Tani, pse së bon 2019 blerë armatimit? Nuk o bon vitin 2019 blerë armatimit që janë disa procedura. Janë disa procedura, pse s'po i blen helikopterat? A i keni ble? Se janë procedura. A i keni ble Xhavelina? Po, ku janë? Ka marrë Turqis. Po ku janë? Jo të lutëm. A i kenë... Bravo. E të Amerikanë ku janë? Edhe ata vinë tash. Vinë, pra, procedura. Falë. Po se ka procedura. Vetëm falë. Po edhe këtu po dalë. Edhe këtu po dalë. 4 milion. Edhe këtu po dalë. A bon dalë edhe aty. Nëse më lejohë. Nëse po. Qëre. Nuk është çështja me të mujtne. As është çështje se na jemi në garë elektorale, po çështjet faktike edhe FSK, policinë, sistemin e sigurisë, nuk duhet ta shohim si aspekt politik apo partijak.
është interes nacional, është interes kombëtar dhe secili prej nesh jam i bindur që ka interes të ta kemi sa më të fort, sa më të qëndrueshëm dhe sa më të avancuar dhe të jemi kredibil, jo vetëm në Kosovë, po edhe në arenë ndërkombëtare me gjë që edhe është duke ndodhur çdo ditë.